Sa herë që del raporti i kontrollit të lartë të shtetit për të analizuar shpenzimet buxhetore, pra për të parë se si janë shpenzuar paratë e taksapaguesve shqiptar, do të dëgjojmë që qeveria i ka shkaktuar një dëm prej kaq e aq milion lekësh buxhetit të shtetit, që do të thotë se paratë e taksapaguesve shqiptar janë shpërdoruar nga institucionet e qeverisë shqiptare. Mirë po, raporti i fundit ishte më alarmant. Pse? Sepse qeveria me vetdashje dhe me vetdije gjithashtu kanë shpenzuar paratë tona për fushat elektorale, për shpenzime për të rregulluar, për shpenzime qeveritare për të rregulluar vila, për të bler makina e tjerë. Por më konkretisht më ndiqni në vijim. Qeveri e vogël, eficiente dhe në dietë do të jetë zotimi ynë solemn para qytetarëve shqiptar. Në këtë kontekst ne zotohemi të zvoglojmë te administratën publike e tjerë e tjerë. Kështu deklaronte më 17 shtator 2009 në Kuvendin e Shqipërisë, kur paraqiti programin e qeverisë që doli pas zgjedhjeve të kontestuara të vitit 2009, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Mirë po, pa kaluar as 5 muaj, kontrolli i lartë i shtetit publikoi raportin për kontrollin mbi shpenzimet buxhetore të kryera në vitet 2007, 2008 dhe sidomos në tremujorin e parë të vitit 2009 dhe dëmi i shkaktuar nga shpenzimet pa kriter apo nga shpërdorimi i parave publike ishte rreth 7.3 miliard lekë. Dhe ja tabela e shkeljeve financiare të konstatuara nga kontrolli i lartë i shtetit. Tatim taksa 2 miliard lekë, pasuria shtetërore 561 milion lekë, doganat 299 milion lekë, prokurimet 165 milion lekë, në sistemin e pagave 6.7 milion lekë, shpenzimet operative 11 milion lekë, shpërblimet 2.1 milion lekë dhe në zërin të tjera 397 milion lekë. Gjithçka filloi në vitin 2009, pra në vitin elektoral. Të gjithë e kujtojnë atë vit dhe askush nuk e ka harruar se për të fituar me çdo kusht zgjedhjet e 29 qershorit, qeveria vuri dorë mbi paratë publike dhe i shpenzoi ato pa kriter. Le të ndjekim fillin e një historie skandaloze që, siç u thash më lart, nis në fillim të vitit 2009. Qeveria demokratike, Befas, në fillim të vitit 2009, vendos të rrisë shpenzimet operative me 36 miliard lekë, ose 360 milion dollar. Të gjitha këto para do të shkonin për të mbuluar fushatën elektorale, u tha në atë kohë në shtypin e ditës. Në vitin 2008, shpenzimet operative kishin qenë 25.3 miliard lekë, ose 253 milion dollar. Në vitin 2009, ato u rritën dhe u bën 360 milion dollar, pra u shtuan me 70 milion dollar. Pra ajo që vëre është që shpenzimet janë shumë të larta dhe nëse shohim tabelën e buxhetit, shohim që shpenzimet për personelin janë 23% e GDP-s. Shpenzimet kapitale normalisht janë të larta, por kjo është një gjë pozitive, ndërsa shpenzimet për personelin them se për një qeveri që pretendon që është një qeveri me buxhet të vogël dhe vit për vit kjo stresohet, për këtë vjet theksi që kemi një qeveri me buxhet të vogël, mbeten të larta. Një gjë tjetër që do të kisha unë edhe është për mënyrën e shpenzimeve kapitale. Gjatë vitit të kaluar, ku siç e theksova më parë, pati një rritje të shpenzimeve përtej të ardhurat, sepse të ardhurat nuk arritën të realizoheshin përveç krizës, u vërej që pati, mund ta themi, një lloj papërgjegjshmërie, po që u bë me një vetëdije të plot për të rritur shpenzimet. Dhe kjo ishte për shkak të zgjedhjeve elektorale. Që ta kuptojmë më mirë teleshikuesi i programit hapur, këto shpenzime përdoren për blerjen e mjeteve ndihmëse të punës në administratën publike. Pra, përveç të tjerash për tolona nafte apo për celular. Ky fond, u tha atëhere, ka krijuar aktualisht një treg paralel tollonash nafte që, në shumë raste, shiten me skonto te palët e treta. Dhe, po të kujtojmë fushatën elektorale të vitit 2009, do të na vijnë në mend se ministrat dhe makinat e tyre luksoze, si dhe ato të zakonshme, të gjitha dikastereve u vu në dispozicion të fushatës. Për këtë, qeveria shqiptare na vodhi ne të gjithëve 70 milion dollar. Këto shpenzime, thuhet në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, janë sa pagat e 60% të administratës publike. Dhe me këtë rritje të shpenzimeve operative, qeveria e Sali Berishës u barazua me qeverinë e Nanos, madje ja kaloi asaj. Socialistët shpenzonin 3% të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzime operative. Këtë rekord në vitin 2009 e theu edhe qeveria në dietë e Sali Berishës me 3.01% të prodhimit të brendshëm bruto.
Një papërgjegjshmëri tjetër ishte edhe buxheti për shpenzimet kapitale. Në këtë vit, pra në vitin 2009, qeveria 50% të buxhetit për shpenzime kapitale e çoi në rrugën Durrës-Kukës. Dhe historia e abuzimeve në vitin 2009 vazhdon. Të gjithë kujtojnë se kryeparlamentarja Topalli nuk lejoi që të lexojë në kuvend raporti për vjedhjet në rrugën Durrës-Kukës. Ky raport u dorëzua në kuvend në shkurt të vitit 2009 dhe në të thuhej se deri në atë kohë ishin vjedhur dhe abuzuar rreth $45 milion në rrugën e quajtur Rruga e Kombit. Me pretekstin e agjendës së ngjeshur, ky raport nuk u lexua dhe për çudi, Banka e Shqipërisë që e kishte dorëzuar e fundit raportin e lexoi e para, ndërsa raporti i kontrollit të lartë të shtetit, sipas zyrës së zonjës Topalli, u tha se do të lexojë pas zgjedhjeve të vitit 2009. Dhe vetëm tani, opinioni po njihet me këtë raport, i cili ka evidentuar gjithashtu edhe shkelje të tjera flagrante. Ndërto, më e rënda është edhe ajo që quhet kurime jashtë vendit. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar 15 vendime të qeverisë me një fond prej 55 milion lekësh ose rreth 450.000 euro, shpenzime për kurime individësh jashtë vendit. Mirë po, në dosjet përkatëse, thuhet në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, nuk gjendet asnjë faturë që të vërtetojë se ku kanë shkuar këto para. Dhe në fund, totali i shpenzimeve të fondit të rezervë të qeverisë, vlerësuar nga kontrolli i lartë i shtetit si veprime në kundërshtim me ligjin, është $17.5 milion. Pra, njeriu që ka tagër ligjor të shpenzoj parat nga fondi rezervë është kryeministri. Kjo do të thotë se kryeministri ynë veç të tjerash ka prishur pa faturë dhe pa adresë plot $17 milion. Fjala jemi në krizë apo nuk jemi në krizë mund të jetë dhe një çik spekulative. Ajo që është e padiskutueshme është që ne po i ndjejmë efektet e krizës. Dhe vetë Instati e ka pranuar që në 3 mujorin e fundit ne patëm një rritje ekonomike negative. Domethënë që ndodhi për herë të parë, ndoshta që prej 1997 që ne kishim një rritje ekonomike negative. Dhe kontrolli i lartë i shtetit duket i pafuqishëm kur merret me reklamat qeveritare. Ai nuk është në gjendje të kuptojë ose bën sikur nuk do të kuptojë mekanizmin e shpërdorimeve me këto fonde. Dhe i kërkon qeverisë që të nxjerrë një udhëzim për zbatimin e ligjit të reklamave. Ndërsa ne të gjithë tashmë kemi në sy e në mendje imazhin e një qeverie që na premtoi se do të jetonte në diet, por që po sillet me parat publike më keq se të gjitha qeveritë në këta 20 vjet. Si që ndoqët edhe ju, gjëja më e pak që mund të themi është papërgjegjshmëri, por po të analizosh thellë dhe po të shikosh se si, dhe siç e pat edhe ju, po të shikosh se si shpenzohen paratë e taksapaguesve shqiptar, vërtet që situata është skandaloze. Mirë po, ajo që të rreq vëmendjen është se në gjithë këta vjet, pra në 20 vjet qeverisje demokratike të themi kështu, kur ndrohen pushtetet politike, filozofia mbetet po ajo. Pra, me paratë e taksapaguesve shqiptar, qeveritë që ja lënë vendin njëra tjetrës, kanë kurajon të sillen si të duan ato. Dhe askush nuk mban përgjegjësi. Po deri kur do të vazhdojë kjo histori, askush nuk të përgjigjet dot për këtë.